Një nga bizneset më të mëdha të cilat e ngritën Amerikën në vitet 1800 ishte biznesi i akullit. Shumë biznese e shisin akullin në vendet e ngrohta dhe Amerika fitonte shumë ato biznese. Këto akuj ishin përpara shpikës frigoriferit. Megjithatë ato shiteshin shumë shtrenjtë dhe këto u bën miliarderët asaj kohe. Me gjithë shpikjen e frigoriferit rreth viteve 1830, u deshën rreth 70 vjet që frigoriferit të përhapen në çdo shtëpi dhe që biznesi i akullit të fillonte të zhdukej. Kjo tregon dy gjëra. E para është që ardha e teknologjisë të re përmirëson cilësinë e jetës së një popullate. Pavarësisht se disa biznese zhduken, disa gjëra të tjera ndryshojnë, por në përgjithësi njerëzimi fiton shumë nga teknologjia e re. Pika tjetër është kjo që megjithëse ishte mundësia që frigoriferit të vijë në çdo shtëpi, që në vitin 1830 se u zbulua si frigorifer, u deshën 70 vjet që të vijë në praktikë. Kështu dhe sot, ose në çdo kohë të caktuar, neve kemi mundësi që të kemi një teknologji rreth të patëm 50 vjet më të avancuar se sa që kemi sot. Por vetëm ajo do kohë të vijë në praktikë. Anën teorike e kemi, zbulimet janë bërë, por ato duan kohë të vijë në praktikë. Fëmijët tanë do kenë teknologjinë që neve sot e kemi në teori. A i friksohesh ti zhvillimit të teknologjisë në anë të kompjuterëve kuantik? Unë nuk friksohem, ajo është gjë shumë e mirë dhe neve kemi mijëra vite që po kërkojmë të bëjmë kompjuterin kuantik. Që nga ajo lopata e parë, apo ajo çomanga e parë, vetat e para më të thjeshta të njerëzve prehistorik, kanë qenë hapat e njeriut, hapat e parë, drejt kompjuterit kuantik, drejt zëvendësimit të krahut punës, nga njeri në pajisje, në robot. Kjo është ideja. Kërkohet është mundu njeriu që në prehistorik të arrinte ditës që do të bëhej zëvendësuesi i tij total. Të kështu që neve me një robot, me një mendje kuantike, me një kompjuter kuantik, neve mund të zëvendësojmë njeriu 100%. Dhe atëherë ne njeriu do të shkojë në një shkallë më të lartë. Qytetërimi do ngrihet shumë dhe për një farë kohe ne do jemi komplet të plotësuar nga çdo hall dhe çdo stres. Më vonë njeriu do avancojë prapë dhe do të thotë dua më shumë se sa kompjuter kuantik. Atëherë do gërmojmë natyrën e do gjejmë çfarë ka ajo më poshtë se atomet dhe grimcat kuantike, ose edhe më të mëdha se sa universi që ne shohim sot, do të bëhen zbulime të tjera, komplet të pa imagjinueshme për kohën e sotme. Dhe do avancojmë gjithmonë më shumë. Por ne jemi në prag të avancimit shumë të madh me kompjuter kuantik për momentin.